Mjeku gjermani nxjerr jashtë loje farmacit. Zjeni 3 gjethe dafine çdo mbrëmje dhe do befasoheni. Gjethet e dafinës janë një nga gjethet të cilat bëjnë mrekulli për shëndetin e njeriut në trajtimin e një sër komplikacionesh. Gjethet e dafinës janë të mira kundër problemeve të nervit sciatik, dhimbjeve të kokës dhe migrenës, dobësisë dhe energjisë së ulët, kisteve, spazmave, artritit, problemeve të lëkurës, dhimbjeve të barkut dhe të gazrave, gëritjes, simptomave me menstruacionet, depresionit e të tjera. Të gjitha ata që duhet të bëjnë për të shijuar këto përfitime është pirja e çajit të dafinës, i cili mund të përgatitet në këtë mënyrë. Përbërësit që duhen në realizimin e kësaj recete janë 30 gram gjethe dafine të thata. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe ujë. Udhëzimet e përgatitjes së kësaj recete janë këto. Shtoni gjethet e dafinës apo ujit të vlojë dhe e lini për disa minuta. Pastaj hiqeni enën nga nxehtësia, e mbuloni atë dhe e lini shumë derisa të ftohet. Për efekte më të mira, pini çajin e dafinës 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjethet e kësaj bime janë jashtëzakonisht të mira për shëndetin dhe posedojnë gjithashtu të gjitha këto vlera mjekësore. Ato lehtësojnë dhimbjen. Për lehtësimin e dhimbjeve të muskujve, zjeni 5 gjethe dafine në 1 litër ujë dhe shtojeni atë në vask dhe qëndroni për të paktën 15 minuta. Këto gjethe janë të pasur me hekur kalium, vitaminën C dhe A, kalcium, magnez dhe mangan. Ato ndihmojnë në metretjen dhe trajtojnë ulçrat e stomakut, dhimbjet e barkut dhe fryrjet. Ato qetësojnë dhimbjet e artritit. Thjesht hiqni vajin e këtyre gjetheve në nyjet e prekura, i aplikoni dhe gjithashtu mund të keni zgjidhje lehtësuese. Për të trajtuar problemet e lëkurës, aplikoni një kompres të ngrohtë me lëngun e gjetheve të dafinës në zonën e prekur. Gjethet kanë veti të fuqishme antibakteriale dhe antifungale. Çaji i gjetheve të dafinës lehtëson çështjet e frymëmarrjes, kollës, gripit dhe ftohjes. Thjesht aplikoni fasha të ngrohta në gjoks me lëngun e marrë nga zjerja e dafinës. Gjethet e dafinës janë të dobishme në rastin e diabetit, por ato rregullojnë edhe nivelet e sheqerit. Përdorni një shplarës me gjethe dafine për të parandaluar edhe zbokthin në flokun tuaj. Kështu rezultatet që do të keni prej tyre do të jenë fantastike. Gjethet e dafinës janë përdorur edhe nga paraardhësit tanë. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për veti të mbrojtëse për shikimin, por edhe mbrojtjen kundër problemit të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve si bakri, potasi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës, tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është e mirë për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës i diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve ndihmojnë në tretje dhe qetësojnë stomakun e trazuar dhe zorrët. Dafina është e mirë edhe për frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin, që do të lehtësojë dhe eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e flokëve. Nëse po përpiqeni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurat e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur si parthenoloide që reduktojnë irritime në zona të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina ndihmon gjithashtu edhe me zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve
që gjendet e dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që shkaktojnë mutacione të qelizave të dëmshme. Këto përbërës parandalojnë edhe mutacione të tilla. Dafina është një gjethe shumë e mirë dhe kundër problemeve të ankthit dhe të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, përzgjoku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre element të linaolit, një element që ul hormonet të stresit nga organizmi. Nda gjethet e dafinës do ju ndihmojnë që të qetësoheni edhe në momentet më stresuese, kur ankthi është më i lartë. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të luhatjeve të sheqerit. Gjethet e dafinës kanë në lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i rregullt i gjetheve ul riskun e problemeve të diabetit. Vaj ulliri dhe gjethet e dafinës kanë një zgjidhje shumë të mirë lehtësuese kundër dhimbjeve të kyçeve. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete mund të jenë edhe në ambientet e shtëpisë së suaj. Dafina është një bimë e pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaft e dobishme në lehtësimin e organizmit që ofron edhe një mbrojtje kundër shumë problemesh, sidomos ato të cilat prekin edhe rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme, në këtë video do të mësoni më shumë se si të përdorni dafinën për të përmirësuar ndjeshëm simptomat prej të cilave vuani. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë kundër bllokimeve të sekrecioneve. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë lehtë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina përmban minerale efektive për të trajtuar kollën e thatë. Kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushte shtëpie. Në një tenxhere ose në një çajnik ulëzohet të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe të dafinës. Pasi t'i keni zgjerrë për 15 minuta, kulloni lëngun dhe lini të ftohet. Lëngu ndihmon edhe në zgjidhjen e këtij problemi. Lëngun e hidhni në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjedhe me sheqer kafë dhe lëngun e një limoni. I përzieni mirë me njëri tjetrin dhe lëngun e fusni në një kavanoz me kapak, të cilën mund ta mbani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjethet e dafinës gjithashtu mund të lehtësojnë problematikat tuaja. Gjethet e dafinës janë të mira kundër bronchitit. Me to ju mund të bëni kompresa të mira shruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të ketë marrë val, shtoni 3 gjethe dafine. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere, hidhni një nap në të cilën mund të përdorni si kompresë ose ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni menjëherë mbi krahëror. Vaji esencial i dafinës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafinë në 2 gota me vaj bajamesh të ëmbla. Pastrojeni gjethet dhe hidhini në kavanoz bashkë me vajin e bajames. Lërini së bashku për 40 ditë dhe më pas mund të përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose edhe kundër problemeve të sinozitit. Gjethet e dafinës nuk janë vetëm për të aromatizuar ushqimin tuaj, por këto mrekulli natyrore janë të pasur me lëndë ushqyese dhe me veti mahnitse të cilat janë të dobishme për larjen e rrobave dhe kujdesin për pajisje shtëpiake. Sekreti i këtyre po bëhet gjithmonë më popullor, duke ofruar pastrime të shkëlqyera në freski natyrale. Përfitimet e gjetheve të dafinës për trupin e njeriut janë vërtet të larmishme. Që në lashtësi, gjethet e dafinës kanë qenë të përdorura si në gatim, ashtu edhe në mjekësinë popullore. Aroma e tyre unike pastron edhe shihen, ndërsa vetit e tyre ushqyese sjellin përfitime të shumta. Të pasur me vitaminën B, minerale dhe antioksidant të fuqishëm, ato ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ dhe promovimin e shëndetit të përgjithshëm. Për përfitimet e tyre nuk mjaftojnë vetëm kaq, ato janë një zgjidhje mjaft e mirë perfekte edhe për lëkurën dhe flokën tuaj. Ndaj aplikimet e saj në këtë rast do të jenë vërtet mbreslënse në shëndetin tuaj të jashtëm, citoi studimi. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.